Në qoftë se je dhe ti një person që përpiqesh shumë për të patur para, bollëk, por sa shumë që përpiqesh, këtë i merr, këtë i jep parat. Akoma dhe nuk ke atë që dëshiron. Çdo gjë ka një zgjidhje nga mbrapa, ka diçka që fshihet që duhet ta shikosh. Gjithashtu, për ty femër, për ty mashkull, që je në një marrëdhënie, je martuar ose keni pranuar njëri tjetrin, keni marrëdhënie, por diçka nuk ju shkon mirë. Akoma dhe kur e shikon tjetrin dhe thua, ky s'po më bën dot ose kjo s'po më bën dot, pse kam këtu rretje, kam diçka brenda meje që nuk më qëndron. Dhe shumë të tjera, akoma në qoftë se kërkon të bësh fëmijë dhe bën përpjekje, por akoma nuk e arritur rezultatet. Çdo gjë fshen një gjë nga mbrapa. Për të gjitha këto, mund të mbyllësh një takim personal, privat, që të shikojmë ku është rrenja e gjithë këtyre, si të thuash, nga tresave që të ndodhin në jetë. Për çdo problem ka zgjidhje, por vetëm kur jemi gati. Dhe shpeshherë, për ty që beson ose nuk beson, zgjidhja është sepse shpirti ka jetuar dhe në jetë të tjera, dhe shpeshherë me personat që jemi në këtë jetë, diçka fshihet mbrapa atyre, dhe kur vemi shikojmë çfarë na ka ndodhur, pse si pranoj parat në këtë jetë, pse pranoj të kemi një fëmijë, çfarë më ka ndodhur, ose pse nuk jemi një partner, ose pse nuk kam një marrëdhënie të mirë. Të gjitha këto kanë zgjidhje. Në qoftë se je interesuar, më shkruaj, komento këtu jeta e mëparshme. Dhe mund të më shkruash mesazh privat në qoftë se je interesuar tek numri 0030 699 321 46 37 në Viber, Telegram dhe WhatsApp, që të mbyllim një takim privat, që ta përjetosh edhe ti vetë në kë jetë ti nuk ke pranuar të kesh fëmijë, pse ose kudo që ke bllokimin. Ju dua shumë, ju falenderoj, shpërndajeni këto videot, më ndiqni në TikTok, në Facebook, në Instagram, në YouTube Flutra me Fat 333, dhe shpërndaj këto video dhe me njerëz të tjerë, sepse dikush aty jashtë pret të dëgjojë një mesazh të tillë. Të dua shumë, të falenderoj.